Kryeministri Edi Rama reagoi pas deklaratës së prokurorit special në gjykatën e Hagës, sipas të cilit Hashim Thaçi ishte i aftë të maskonte realitetin duke gënjur disa herë ndërkombëtarët. Rama shpërndau në faqen e vet në Facebook momentin nga deklarata e gjyqtarit, shoqëruar me përshkrimin: "Çfarë idioti ndërkombëtar". Në pretencën e vet, ditën e dytë të deklaratave kundër Thaçit dhe të tjerëve, prokurori special pretendoi se Thaçi ka gënjur disa herë ndërkombëtarët. Ndaj deklaratat e këtyre të fundit duhet të merren me rezerva lidhur me UÇK-n, komandën e organizatës dhe rolin e ish sheprorëve në të. Ata nuk e dinë se Thaçi mund të bënte emërime ushtarake. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin dhe Wesley Clark dhe ndërkombëtar të tjerë është që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë që po ndodhte në realitet, edhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre, edhe për të kuptuar vërtet se si funksiononte UÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan se nuk kishin asnjë interes për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballën me atë çka po dëgjojnë tashmë ky grup gjykues, tha prokurori. Për rolin e tyre si shepror të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kohën e luftës në Kosovë, prokuroria ka kërkuar për 4 të arrestuarit nga 45 vite burgim për secilin.